Kombëtarja shqiptare e futbollit barazoi 0-0 të shtunën, 7 qershor, kundër Serbisë në arenën kombëtare. Kuqezint luajtën më mirë dhe kishen shansin për të marrë 3 pikë nëse Rej Manaj do kishte mboshtur nga 11 metra portierin Petrović. Në konferencën pas ndeshjes, trajneri Sylvinho komentoi edhe mungesën e minutave për Yasir Hasanin, Benjaminin e afruar prej tij në ekip. Hasani, një nga lojtarët tuaj më të preferuar që kur keni ardhur në Shqipëri, në 2 ndeshjet e fundit nuk ka luajtur asnjë minutë. Çfarë ka ndryshuar në marrëdhënien midis jush? Ne punojmë vazhdimisht për të rritur nivelin e skuadrës sonë. Ju kujtoj që më herët, përpara Europianit, ne kishim zgjedhje rreth 15-16 lojtar. Sot kemi 22-23 lojtar që janë të një niveli shumë të mirë. Jemi përmirësuar shumë, kemi lojtar të mirë, me teknik të mirë dhe fizikisht mirë. E kam diskutuar edhe me lojtarët që kemi shkuar në Europian edhe fal golave dhe performancave shumë të mira të Hasanit dhe Nedim Bajramit, por është dhe gjë e mirë, mua si trajner më pëlqen, edhe kundërshtari nuk di çfarë të pres nga skuadra jon. Mund të ketë brojën i gjatë me forcë fizike dhe shpejtësi, mund të jetë Uzuni, Hasani i cili luan me këmbën e majt, i vogël por di të depërtojë në fush. Është diçka e mirë për ne, sepse kemi lojtar të nivelit të lartë. Do të vi sigurisht momenti të gjithëve, por jam i kënaqur dhe krenar me lojtarët e mi. Kush ishte më afër fitores dhe si janë gjasat për këto 2 kombëtare, që të janë për vendin e parë dhe të dytë? Shumë e barabartë, por ne ishim shumë më afër sepse kishim mundësinë për të bërë penalltin. Mundësitë, çdo gjë e njëjtë, çdo gjë e barabartë, tha Sylvinho.